25 vite pas, ende ka gjurmë të krimit të tmerrshëm që qetnikët serb bën mbi fëmijët, gratë dhe pleqët e familjes Deliu nga fshati Abri e Epërme. Më 26 shtator, gjatë ofenzives që kishin ndërmarrë forcat serbe në Likoc e Abri, familja Deliu gjendet e strehuar në mal, në vendin e quajtur Zabeli i Rajve. Në këtë vend, duke mos kursyer as fëmijët, u masakrua 23 antar të kësaj familje. Kryefamiljari i familjes Deliu, ish ushtari UÇK-s Imer Deliu, i emocionuar, por ende shumë i fortë, rrëfen momentet e fundit që kaloi me familjen e tij para se ata të ekzekutohen. Natën e 23 shtatorit në mramje, gjumin e kanë bërë në këtu dhe për 3 ditë kanë qëndru këtu. Unë kom qenë me ushtar i angazhuar dhe kryesisht i na kanë me luftime në fshatin Banjic dhe Tërsenik, kështu që me 24 shtator, unë me një dhonër nga Likufsi, blerim Seferin, jemi ardhur dhe kemi bën natën pikërisht me familje në këtë tendë. Deri në orën 5 të mëngjesit, kur na çu me dal prap në pozicione dhe më nuk e kum pa familjen. Mendohia vajza im 4 vjeçar ka qenë tepër e lidhur me mua dhe sa herë kum qenë prezente ai gjithmonë ka qenë pranë tim. Edhe atë natë ashtu ku mojt në pranë. Dy ditë pas masakrës, Baca Imer bashkë me veteranin e UÇK-s, Afrim Hysenaj, nisen në drejtim të lagjës, kur pas shumë përpjekjeve, ai arrin që të hyjë në lagjën Deliu dhe më pas në vendin e masakrës. Në datën e 28 shtator, ditë e hanë ka qenë. Neve me Imerin jemi nisë prej vend lokacionit ku ishim pozicionuar si batalion, një grup prej 25 vetash. Herët e mëngjes kemi marrë urdhër prej komandantit batalionit që me dalë në vëzhgim të lagjeve në parabrimi, pas sa ku ndodhen forcat, edhe me i përcjell vëzhgimin e tyne, edhe mos me i sulmu pa urdhër. Jemi nisur me Imerin edhe kemi hyrë në lagjet tonë. Aty poshtë lagjes, poshtë shtëpive, atë kohë vjeshte, e mbaj men si sot që Imeri e ka mush xhepat e pantallonave, dardha, se kish pas shumë dardha, se e dinte ai ku i ka familjarët. Dhe për secilin mendonte edhe i morr. Unë nisëm shkum deri afër rrugës që lidhet Likovc me Abri. Aty jemi takuar në bashkëfshatarin tonë dhe në kushëririn e Imerit, Bashkim Deliun. Imeri ka qenë edhe zavendës komandant bataljoni. Ai më thotë që duhesh me u kthy e më ju tregu shokëve që deri në çet pikë munden me ardha ata pse nuk ka forcat serbe. Aty jemi përshëndet dhe unë kam filluar me shku ku ishin shokët. Imeri mbasi është zbritë edhe pak se ishte errësirë, pothuajse mëngjesi i hershëm. Imeri ka vazhduar me bashkimin, e kanë kaluar rrugën që lidh Likovcin me Abrin, edhe kanë hyrë në lagj. Baca Imer rrëfen momentin më të rënd të jetës së tij, kur pa antarët e tij të masakruar në mënyrë më njerëzore. Unë me bashkimin, i na orën këtë drejtim, e këna kalu rrugën gati të Likovci atje, edhe këna orën këtë drejtim, po se këna ordën qëtu, që atje këna po kufumin e Ademit, ku dykun 4-5 metra pe kam gjikit, për afërsisht ka qenën pikrisht qëtu, i shtrin, i cili i bon shush pe plumave të automatikut, dhe ofër tina këtu i në ka 17 gëzhëve të automatit. E këna morën me bashkimin në vlorë në Zhagaz, e këna qeli dhe këna shtin hajet të udes, se bënd të shi dhe kom jegëll. Tani me bashkimin këna vazhdu rrugën të shtëpia bashkimit ku ka qenë Mixhafazli e deri te ngjarja atje ku ka ro familja. Gjatë rrugës për në tendë, në kufumin e 4 kemi hasë në kufumin e Mixhafazli, gjatë 9 vjeçar, i cili ka qenë nga tenda këtu dykun rreth 30 metra ma atje të një dru i vogël,
i cili ka qenë i kthyer në shtëpinë dhe i ekzekutun me thik dorës në fyt, dhe më ka pas kukën e prejne. E kum rrotullu edhe atë kufum, i cila ka pas një traume me tytarmes në kukë nga pas. E kum këthy në gjendjen e ma pashme, e kum lënë prap thikën në gjëks që shë ka pas, dhe kemi orë deri të tendat. Me në tendë kemi gjetë 2 kufuma. Kufumen e basit 50, edhe ka qenë mocionik e Alis gjatë 9 vjeqarë, edhe kufumen e më Tresov ka qenë një holla ime, për na këna qujtë motër, edhe ka qenë gjatë 3 vjeqare, të dytë kanë qenë të ekzekutun nga përsia, me granatat dores, ku më të rahove ka posën komën e djatë të këputën në gjumë. Dhe derisa kanë qenë një 2 metra larg tendes, unë i këmë thonë bashkinit më ndihmu për mishti mrena në tendë se binte shi, edhe për zdekte ashtu nisha një dhimë për ta. Bashkimi veç pëthuj se e ka hupën arsyen, u frigua shumë kër e ka po, edhe nuk ka mujtë më mnimu, për kundërazi mu ka veç për trupit dhe ka lyp më ikë nga vend në gjarës, më largu. Atërë bashkimin e ku mërnu që të ullit e pikrisht të ullin që të ofër këti lisit ku ka qenë loma. Dhe deniske nga friga, unë e këmë ngrej zhagaz më të rënhove këmë shti në tendë dhe këmë vazhdu rrugën për pjetë kësa lukshtaje për me lypën antar tjerë të familjes. Pasi pa viktimat e para, i Merit i shfaqet, i masakruar, edhe djali 10 vjeçar jetoni. Kur këmë marrë në këtë pozicion, atëherë se këmë po se është po me e qartë, e këmë po kufumin e djalit, dhe këmë po një grumbull të kufuma, po halo isha largë. Edhe po sa afruhna të kufuma djalit jetunit, i cili ka qenë 10 vjeçar, djali pikrisht ka qenë i shtrim bashkë në këtë pozicion këtu, ku dorën e djatë e ka pas nën kukë, dështot mojtën të shtrim, e ka pas nuflën e shkatrunën nga granata e dorës, dhe në dori vizëllën të ora, cila të regon të 5:49 minutat mëngjesit. Unë ja ku morën orën nga dora dhe i ku mbetu me rujt atur, po fatë këtë qeshtë, më vonë gjatë ofenzijohë, më ka dje kerri, kun kerri kun posë edhe orën. Ta në eruj një orë të njajshme me ta, po ju atë orën originalit djallit. Jo largë nga këtu, ka qenë grumbull i kufuma, ku ka qenë fillimisht nona Hamidja, 6 vjeçare, këtu e vendosne, më duket sikur po flasë, sikur a ditë kur i morë për herë të parë vetën, edhe kur i kumë posë dhe darda në gjepë, dhe i kumë thonë anës të kumë prukë për gjallë, edhe ja kumë lomë nga të gujës për zdekti. Kriminalit serb nuk kurstyen as gruan shtatzën, duke e vrarë bashkë me fëmijën në barkë, të cilin kishin planifikuar që ta pagzojnë malsor apo malsore. Në mes nonës edhe Luljetës, e cila ka qenë nonën e mojtë, ka qenë djali i vllait Valmiri, 2 vjeçar, Luljeta ka qenë 29 vjeçar dhe ka qenë shtatzon në muajin e 9, ndërsa vetëm gjysmë metre më larg ka qenë kunota nona e Valmirit, Mihanja, 27 vjeçare, edhe ka qenë nga granata dorës e ekzekutune, ku pikrisht kjo e mbetje paltës është paltë e saj, cilën e ka pasën vesh, ka qenë gjyrë e kuqe që ditë gjyrë vjollës, po koha ka bënd veten, ka humë gjyra, mund nashta më kona i pjesë dikun që e Europë, kjo ka qenë e shkatrum me dëmon nga thashmet e granatës. Bacajmer ende e ka të freskët momentin kur nëna e tij me këmbgulsi kërkonte që ai të kthehej nga azili politik për t'ju bashkuar radhëve të UÇK-s. Në të shtatër nona me nonën me familjen akon për vitrina e narë për Slovenia me Enverin. E këna diskutu çështjen e UÇK-s. Unë i mkoj kyçën me një grup në Sloveni, në shoqatën Migjeni me Naim Malukën edhe Bashkim Kalaveshin.
ku kemi depatu, na mundu me bo paka shumë pregaditi që shme orë, që shme u që këja vesh, epse ishte më sheft, ishte dorë në skenë, kush dhe kemi një. Dhe në vitin 97, më për vit 3, ne kemi morë në vendim që fillimisht mi përgjizën u që kësune, nona ka si pretekst, unë i kom pas 2 djemë, ndërsa në veri Ademi të 2 vllazën dhe shka djallë. Dhe unë më kujtohet fort mirë që në fillim mojtë kur kom full me nonën në telefon, ajo në gjithë në Likovës, më ka thonë, ti the, du më veshu që këë, a dhe marrë dhe s'dhe marrë, saj tjerë t'i në vesh tonë. Nga këtu nonën e mojtë ka qenën shoqja ime, Lumnia, pikrisht në këtë fashtomi këtu, ka qenë një bund të punëtorëve të Fereniklit që kum punu në para lufte, ku përpora ka posën diturien 6 jashe, ndërsa mrapa ka posën menduhin 4 vjeqare, dhe unë fillimisht e kum këshyrën vajzën menduhien, me pas kërë kum morë me qu me këshyrën bashurtën Lumnien, vajza kishte qenë gjallë dhe i hapë sytë dhe jep shenjë se është dhe ma gjallë. Atërë që kum morë vajzën, jem këthy prapë të bashkimi ku kisha lan ullë atje se kish guximin me më përqilë, këna gjetë në tendë tamël që kishte sjellë familja për ushqim të fëmijëve, i këna dhonë dhe ka pi. I kum nru teshat e cila për shkak kohës që kishte nejtë mbi 30 orë në mëshirën e Zotit, dhe ma në shinjë, mjegëll e ftoft, ishte edhe pa pastrunë dhe kundërmën të erë. Vajza nuk ka qenë i plagast, ka posën gjak, dhe ma të nonës dretë që është stërpik me gjak, por nuk ka qenë i plagast. Fushin, une, kur kum leviz shuqen teme, për mi këshyr plagë, që ku kam është gjdo, ku fu me ja kum këshyr gjitha plagë, atërës vajza veç ka tentu mi hapë sytë. As një zonë së konë të më hamë para prakisht, po as masaneje nuk ka qojt as ka posë në zonë, sigurisht nga plukështia atu, nashta mëj me thonë, nashta një kënë dhe qasët e fundit, soj tjetës, se nuk ka vojza, kër këmë qënë lojën strimcoku, qak mas dëkuhe, mas 4-5 ure, dhe më ka qojt për herë të porë. Me foshnjë në duar, Bacajmer ishte nisur në drejtim të shokëve luftëtar, ndaj të cilëve kishte një lutje. Në atë gjendje që e ka po familjarët e meri, ka morë vajzën e gjallë, edhe është nisë me njëherë me bashkimin, edhe ka ardhë në vendin ku ishëm ne duke qëndruar. Në një moment, na veç u përgatitëm për nisje, kur e kemi pas e merin punëgjitët malit për pjetë me vajzën dorë që shtu të pështjelënë. Edhe e maj menë si sëtë, kur ju ka thonë, ju ka drejtu shokëve, merë në shokë, kjo është e gjithë familja jame. Vetë kjo pomje të regon sakrificën e nonës për fëmijën, se shehet dorën si është kështu e vendost, dhe kukën që i kanë zonë në tokë, ndërsa trupin e ka veç paka shumë të tërhjekur, dhe më edhe në qastët e fundit ka bon përpjekje me rujt fushin, ku edhe realisht vetë ka vdek, për fushin e ka rujt. Në gjarin që kom pa unë si person, ka qenë tepër e ranë, i meri ka pas në gjithë e kemi pa i merin më të fortin. Për zemër fortësi, se që ka të regu i meri, është për më të vërtet, ata njerë që e kanë atë dhejun shumë në shpirt, edhe janë idealistat mëdhej, komtar, ata edhe din me i bo balë tragjetive familjare. Kështu do të isha shprej për i merin. Aje ka përballo me një vetdijet plot që kjo tokë kërkon edhe gjak. Kjo tokë pa dhonë gjak nuk vjen liria. Edhe temeli lirisë është gjaku i gjithë masakruarve. Kish raste kur aj neve në thejke, a dëni me mdihmu, a dëni me mërzit edhe jo. Se e ka përjetu, normal që e ka përjetu shumë rand, edhe konë gjendjen te për të rand, po me një fortësi tjerë zakonshme. Pas si shikoj më të dashurit e ti një nga një, duke ja numruar plagët, Bacajmer pa që po mungonin 4 fëmijë. Djali i tij Alberti 2 vite e gjysmë, si dhe 3 fëmijë të vëllait të tij, Liridona 2 vite e gjysmë, Arlinda 14 muajsh, si dhe besniku 5 vjeçar,
për të cilët kishte filluar kërkimin. Unë 2 ditë nuk ku mujtë me gjithë minë, unë s'kum ditë e kanë marrë sërt me vete, akun. Unë kum lypë në për këtë malë, me vajzë në dorë. Veterani UÇK-s, Afrim Hysenaj, do t'i jepte Bacesimer lajmin e madh që fëmijët i kishin mbijetuar masakrës dhe se ndodheshin mirë brenda fshatit. Se i meri ka që na që kam rri pari, po ne të tjerët, kur kemi mri, grupa e shokve, e kemi vrejt që mund gojnë 4 fëmijë. Na erë një lajmë nga fshati se 4 fëmijë të plagosur ndodhen filan shpinë. Është një shtëpi e Idris Hysenit, familjes të Idrisit, që ka qenë një shtëpi në Bri, edhe në atë shtëpi ishte vendosur një kushërinë e jonja, të cilës me forcë serbët i kishin thënë se ti duhesh më kujdes për këta fëmijë, përndryshe të vrasu. Edhe ajo është Hamide Hysenaj, e cila i ka marrë përsi për fëmin prej asaj grusi, i kanë thonë sërbë, se ajo plaka që në ajo gruja që i kanë thonë sërbë, gruja Bacit Rostem, që emri për momentin s'më kujtu, po kam në rrëfimin e saj kam në liber, asaja ka marrë Hamidja dhe është kujdes jashtëzakonisht shumë me ata fëmijë. Kur morëm vesh që fëmijët janë fshat, unë ma dha si urdhër i meri që më nxit deri në fshat me shku me këshyr. Kam shku në atë shtëpi edhe jam taku për herë të parë me Besnikun, Albertin, Liridonin edhe Arlindën. Kanë qenë shumë traumatizuar, kanë qenë shumë të shqetësuar, jo mundu në formën tem me i ofru, edhe nuk më zgjatë shumë, ka arë mirë që janë gjallë, i kom pa të plagosën gjithë, edhe jam këtu, ja kom ndonë si në ngushëllim i merit, se 4 fëmija janë gjallë edhe janë mirë. Si reagoj i mirë në moment? Reagoj jashtëzakonisht mirë, nuk vënoj shumë edhe i mi shku në vend, i kemi pa fëmin bashkë me i merin, edhe ka nejt pa kohë i meri ato me fëmit, edhe me dlajnë e grusë tina blerimin prej Likovcit. Më kujtohet e dozallë, ku i kon të lujtë atë në bërë, kështë të qenë dozallë edhe Besniki sa më ka pa me uniformë, është halej valosë. Djali edhe jam edhe vajza e vogël e në vetë, ishë një konë në gjumë, edhe nuk e kumë prisë gjumën atë natë. Një falimderim për shahidin edhe për Hamide Hysenaj, cilat e për do vajza ato që s'javë djemë atë me kesharë dhe thamë, që i në kujdesin, një konë thmit vogël, cilë kanë pas nevoj për pelena, cilë kanë pas plagë dhe më ha, ata e kanë pas brengat e veta, kanë pas rastet vdekje dhe më hanë familjet vetat. Jem për kujdes për ta. Jem për kujdes për ta. Ai Besniki ka qenë madhë, të regonë në veshta që i këna potët kur e kumë potët kur e kanë gjumë sikur top, ta shpidis ka në granatë, po atërës ka ditë, thët edhe në momentin që ka eksperimentu, thët mos di kur gjanë, dhe më ha, aty një u ka ratë fekte ati shka, po si mbazja gjasave, në bazë të kufumave dhe fëmijë që në gjetën, dhe më ha këta një konë një kjesipër. Tash, vetë një grumbull kufumave, ka rritën me ikën e shëqë ajrizit dikon 7-8 metra, dhe prapë u ekzekutu me granatë dorës, dhe më ha ta një konë që këstomi sa ofero, që stomi tjetër edhe me granatë dorës, një kjesipër i kanë ekzekutu. Bashkëluftëtari i Imer Deliut, Afrim Hysenaj, duke parë gjitha të krim makabër, i kërkoi atij që martirët e lirisë të mos varrosen pa uftuar misionet dhe mediat ndërkombëtare që të xhirojnë një nga një viktimat e Holokaustit të Miloševićit. Në një moment, unë asnjëherë nuk kisha pa të merr çfarë shisha aty, edhe në moment të më ka shumë mendja që po ta sheh bota, ndryshe do të reflektonte. Edhe se ka ardhur ajo ideja që të bisedoj me Imerin, a ka mundësi me shku edhe një herë me kontaktu me Murat Musliun, që mos t'i varrosim, mos t'i prekum të vrarët, të masakruarit, sepse ato ishin trupat të vramë nga afër, edhe kishte pjesë trupave të ndonë për trupit. Kishte ta morëm shembull mënyra që është i vrarë Ali Deliu, e ka atë shpatën që ka gridu hanë në gjaks, e ka kokën e prerë. Pastaj Pajazit Deliu, Hava Deliu, janë trupat e tyne janë edhe të ndonë prej trupit. Mos të flasë për të tjerët, se edhe e kom pyti Imerin a ka mundësi që të shkojmë edhe një herë të bojmë kërkesë të Muratit, mos ka në mundësi më armi pa bota me incizu në gjarjen. Nga luda e mullën pikrisht në këtë zonë ku jam mullë sot,
Dhe këtu më ka afru Afrim Hyseni dhe më thotë i mërë, thotë, do t'ishte mirë që mësë më gut me i vorrus, po t'i thrasëm mediat, të incizohet në gjarja, do t'kishte përfitu Kosova dhe do t'ishte mirë për këtë. Unë kum pajtu dhe i kum qitë në vetëmin kusht që të ruhen kufomat, ku përsi për përkujdesin e kufomat ka marrën organizimin Abdullah Hajdaraj në udhëhesin i skuadre, i cili me ushtarë dhe me disa civil i kanë rujtën kufomat për 2 ditë e 2 netë. Emiri ka qenë në presion të madh edhe të dhimbjes, edhe të gjendjes situatës që ata ishin bërë 4 tetor që ishin të vrarë. Po fatbarësisht që tonë kohën kishte ra shi. Edhe kufomat akoma ishin të fresta. Atëherë Emiri edhe mendimin e shokëve që i kam pasur ato, e kanë bindë edhe Emerin edhe më ka thonë që po Afrim shko, po mund të thirr deri në sternora 10 nuk e pres më kërkan mas orës 10. Kam shku dikun afër 4 km në fshatin Trstenik, ka qenë Murat Muslivi vendosën në lagjen e Francëve, në lagjen e demagëve të Trstenikut. Aty kam kërkuar Muratin, e kam takuar dhe i tham Murati kështu, Murati ka pranuar më një herë dhe me telefonin e vet e ka marrë, nëse s'gaboj, qendrën për informim të Kosovës, atër qikun. Edhe ata i kanë njoftuar ato gazetarë ndërkombëtar edhe institucionet ndërkombëtare të cilat vepronin atëku në Kosovë. Fillimisht, atë natë kanë ardhën 3 përfasus, 2 diplomat të akredituar në Kosovë, edhe ka qenë kryetari i Këshillit për Drejtat Njerëzit nivel botës, Fred Abrahams, edhe ka ardhur më Fred Abrahamsi, një anglez dhe një amerikan. Edhe në vend ngjarjes tuk, ata kanë ardhur pa përkthyes. Fred Abrahamsi ka ditë gjuhën shqipe nga pak, edhe u konë një Jetullah Hasana, i cili ka vdek para 1 muj dite, ndjes post, e ai ka ditë gjuhën gjermane. Kështu që përktimin e ka bën Jetullah Hasana një bashkëfshatar, aq sa ka mujtën në gjermanisht, shqip-gjermanisht, më morën vesh me ta. I kanë fotografue, edhe ne kanë premtu që mrena natës fotografit kanë me mrinë shpinë e bardhë. A ka ndodhur ashtu? Po, qashtu ka ndodhur. Edhe të nesrin me mëngjes, ka ardhur një ekip i BBC-s dhe më ata kanë alarmu gjendjen. Ka qenë Smith Vani, i cili ka incizuar gjitha kufomat e rënë dhe ka incizuar njerëz që kanë qenë për rreth këtu. Afrim Hyseni rrëfen tutjes se çfarë ndikimi i jashtëzakonshëm pati publikimi i pamjeve nga mediat ndërkombëtare në përshpejtimin e intervenimit të NATO-s në Kosovë. Është një fat që kemi arrit mos me i varros e me pa bota atë krim. Me pamin e asaj gjendje është alarmu gjithë bota perëndimore, edhe mund me thonë lirisht se fakturi relevant ndërkombëtar i ka dhënë mekanizmat e vet në drejtim të intervenimit në Kosovë, duke pa masakrën e Delijeve se çka ka ndodhur. Aty ishin fëmijë masakruar në forma të ndryshme, ishin fëmijë moshës shumë të vogël, edhe ata aty është pa krimi i Serbisë brenda Kosovës. Edhe dhe më premtim cilin e kishin dhënë 2 diplomat edhe kryetari për Këshillin e Drejtat e Njerëzit, u bën realitet se të nesër mëngjes erdhi një kamerman i cili ka incizuar këtë ngjarjen, po ashtu të nesërmen atëherë sekretari përgjithshëm i OKB-s, çka ka qenë Robin Cook, e ka thirrë mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit, ku për këtë ngjarje është nxjerr rezolut në dëm të Serbisë. Po ashtu në shtëpinë e bardhë atëherë senatori Diogardi e ka marrë fotografinë e Valmir Deliut, e ka rrit dhe në senat u hi me tonë dhe i ka shpreh fjalë, ka thonë kjo është fytyra jonë e njerëzimit. Kështu që ardha e tyre në atë mbrëmje ka pasur një efekt edhe diplomatik edhe nështë efekt pozitiv për çështjen e Kosovës. Tham ka një herë se Valmir Deliu e ka qenë Kosovën në OKB. Edhe është merit e atij gjakut të pastër të fëmijëve që bota e ka kuptu çfarë të merri ban Serbia në Kosovë. Lufta dhe sakrifica e Valmir Deliut nuk përfundon këtu. Vuajtjet e tij vazhdojnë tutje duke u sfiduar prap me vdekjen
por duke mos u dorëzuar asnjëherë. Lavdi të përjetshme martirëve të familjes Deliu, abrisë e epërme dhe gjithë atyre që me gjakun e tyre u bën themel i lirisë dhe pavarësisë që sot e gëzojmë.